1. Udhëheqësi e revolucionit islamik, Ajatullahu Suprem Said Ali El Khamenei. Të gjitha grupet dhe sektet islame janë pjesë e umetit islam dhe gëzojnë privilegje islame. Krijimi i ndarjes dhe i përçarjes mes grupeve islame konsiderohet kundërshtimi i mësimeve të Kuranit dhe të sunetit të profetit fisnik. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Po ashtu, ky veprim çon në dobësimin e myslimanëve dhe në dhënien e pretekstit në dorën e armiqve të islamit. Prandaj, kjo çështje kurrë nuk është e lejuar. Për sa i përket ofendimit të simboleve të shenjta të myslimanëve dhe të grave të profetit, Said Khamenei ka dhënë këtë fetva. Ndalohet ofendimi i simboleve të vëllezërve tan suni, në veçanti akuzimi i bashkëshortës së profetit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, pasi dëmton nderin e saj. Madje kjo gjë është ndaluar për gratë e profetëve, veçanërisht zotëria e tyre, profeti madhështor Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Gjithashtu, në thirrjen e tij drejtuar haxhinjve të shtëpisë së shenjtë, Qabeja ka thënë: "Edhe një herë, unë ju lajmëroj, njësoj si shumë prej dietarëve mysliman, të cilët mbartin problemet dhe shqetësimet e umetit islam, se çdo thënie apo vepër që çon në ndezjen e zjarrit të përçarjes mes myslimanëve dhe çdo ofendim i simboleve të shenjta të çdo grupi islam apo heretizmi i një prej medhebeve islame është shërbim për kupolën e mosbesimit dhe politeizmit. Ky veprim është tradhti për islamin dhe është ndaluar në legjislacionin islam. Betohem në Allah se ato që mbjellin urrëtie dhe armiqësi midis shiave dhe sunive dhe anasjelltas nuk janë as shia e as suni. Ata nuk i duan as shiitët e as sunitët. Ata janë armiqtë e islamit. Vërtet, vehabit sot i quajnë të pafe shiiat, sikurse i quajnë të pafe sunit që janë dashamirës të ehli bejtit, paqja qoftë mbi ta. Po ashtu, disa prej shivave ofendojnë simbolet e shenjta të ehli sunetit për shkak të paditurisë së tyre apo të mosvëmendjes së tyre apo për të mbjellë farën e përçarjes. Unë ju them juve, kjo vepër e këtyre dy grupeve është ndaluar në legjislacionin islam dhe është antiligjore. Askush të mos mendoj se ehli bejti i profetit është i veçantë vetëm për shiat, por është për të gjithë umetin islam. Kush është ai që nuk është i kënaqur me Fatime Zaharan? Kush është ai që nuk është i kënaqur me Hasanin dhe Husejnin, zotërinjt e të rinjve të banorëve të xhenetit? Kush është ai që nuk është i kënaqur me imamët e nderuar të shiave? Disa mendojnë se bindja ndaj tyre është e obliguar, disa të tjerë nuk e mendojnë këtë. Mirpo, të dy grupet janë të kënaqur dhe i duan ata. Këto të vërteta duhet të perceptohen dhe të nguliten. Mirpo disa nuk e kuptojnë këtë çështje dhe veprojnë sipas qëllimeve të armikut dhe hamencojnë se po bëjnë punë të mirë. Allahu i madhëruar thot: "Thuaj, a doni ju të lajmëroj për ata që më së shumti humbasin nga punët e veta, për ata përpjekja e të cilëve ka qenë e kotë në jetën e kësaj bote, ndërkohë që mendonin se po bënin vepra të mira. Ata mendojnë se po bëjnë mirë, por veprojnë në favor të interesave të armikut. Kjo është karakteristika e kohës së sotme."